Mbyll fazën e betejave Skuadra e Almës me duetin e fundit. Një këngë shumë e bukur, e dëgjuar, You Somebody nga King of Leons, është menduar për një çift që është mes Bledit dhe përballja e Bledit është me Bora. Bledi dhe Bora më pëlqejnë jashtë mase në mënyrën se si e trajtojnë këngën. Bora, e cila vjen më ekspresive, vjen natyrë, fillimisht duket shumë ekspresive, një femër pak më wild, por e cila në brendësi, në vokal, ka një ndjeshmëri absolute. Bledi vjen shumë i pastër vokalisht dhe kur i bën bashkë të dy, janë shumë profesionist në atë që transmetojnë në këngë. Bledi ka vite që këndon në skenë. Në audicionet e fshehura, ai u paraqit me një këngë të vështirë që pak këngëtar guxojnë, Sous le vent të Garo. Bora, e cila ka ardhur nga Bullgaria, vetëm për të qenë pjesë e The Voice, në audicionet e fshehura dhuroi një performancë që do të mbahet më gjatë, Loving You nga Paolo Nutini. Nuk e kisha menduar të isha me Borën, rreth atyre thashë themeve të vogla që qarkullonin kështu në për grupin e Almës. Ishte një nga konkurrentët që përflitej për mirë, domethënë. Për vendimin tim ka vokal klasik, më pëlqen, mendoj se jemi shumë mirë bashkë. Base kanë një zë më modern, më blues, R&B. Kjo është diçka që ndryshon me Bledin, mua dhe Bledin. Bora ka një teknik. Unë jam më i avantazhuar, do të thoja, në shtrirje, kupton? Sepse telefonit jam mashkull dhe kam një diapazon, një shtrirje më të madhe se sa të Borës, që normalisht është femër dhe nuk të kishte shumë. Se kaq. Ke një ndjeshmëri në zë që mua më pëlqen shumë. Je shumë e ndjeshme. Në momente që këndon, domethënë këndon, po nuk je e ekspozuar nga publiku, nga njerëzit. Dua që atë ndjeshmërinë, atë potencialin tënd vokal ose atë vlerë emocionale që t'i jep një këngë, mos ta mbash vetëm për vete. Du që ta shohin edhe të tjerët. Mendoj se duhet shumë duhet të bukur, shumë bukur. Është një material, është një nga ato duetet që bën pak bzz, tonë është një çik goxha i fortë. Fitoria për mua do ishte një hap shumë përpara dhe më pëlqen të vazhdoj. Alma duhet më zgjidhte mua për arsyeën sepse unë mund të këndoj në shumë zhanra. Që do të thotë, jam natyrë dhe kam vokal fleksibël dhe të përshtatshëm për disa rryma. Jo vetëm për një. Betejë e radhës është nga skuadra e Almës dhe është një betejë si shton në Amerikë fair and square, më e drejtë se kaq nuk ka, sepse të dy këta që janë në skuadrën e Almës kanë eksperiencë të madhe edhe me këngët e tyre, edhe në skena të tjera të mëdha, edhe si vokalist, edhe si pjesëmarrës në koncerte live me shumë njerëz e tjera me radhë. Kështu që përballja është e drejtë mes Bledi Polenës dhe artistes e cila është shqiptare 24 karat që pavarësisht se ka kaluar një kohë të madhe të jetës së saj në Bullgari, zonë zotrinj Bora Dokle. Kjo është pjesë e performancës që ti qëndron poshtë Bledit edhe ky poshtë teje? Okej, flasim gjithmonë për tabelat, mos keq kuptohemi nga shtëpia. Le të filloj beteja. Roaming around, always looking down at all I see.
places I can't reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Someone like you, and all you know and how you speak. Cause love was under cover of the street. You know that I could use somebody. Yeah. You know that I could use somebody. Gonna make you know dance, yeah. I hope it's gonna make you know dance, yeah. Someone like me. Oh, oh, oh. Someone like me. Oh, oh. I can read. I know that I could use somebody. Yeah. I know that I could use somebody. Bledi, Bora, kënduan Use Somebody. Bledi, Polena, Bora Dokle. Tani shkëmbeuni edhe një herë. Ky është The Voice of Albania, një show ku nuk vinë vetëm talentet e pasbuluara, po edhe ato që janë zbuluar tashmë. Sidrit. Jam pa fjalë, në fakt me pritshme nga dy artistat formuar tashmë, që në skenë dalin për te performimit, thanë shumë djellor ky duet, i piketuar me saktësi nga Alma, ku të dy gjenë vetë vetën, të dy e shprejnë më së miri vetë vetën. Dueti zemrës. Unë vdes për këtë duet. Vdes. Aurela. Mos i ndaj, hiqi të dy. Të dy më pëlqyen shumë, kënga ishte e zgjedhur, ishte shumë pikante, nuk donte shumë vokal, ndoshta nga në Bledit sepse është edhe mashkulli këtu dhe bënte ndoshta Alma mendoj që i ka përzgjedhur të dy në mënyrë shumë pinoke, taktike, sepse duke qenë se janë të dy shumë të mirë, po la njërin, në mos njëra tha tjetrën Melkën do ma marrë, ta njërin do ta marrim ne. Se kështu Është e zgjut goca, është e zgjut. Është e zgjut goca. E kapi. Eltoni s'më duket aq i bindur mua. Dueti ishte shumë i këndshëm, këta të dy janë këngëtarë që nuk ka nevojë për koment. Janë të mirë, krijuan atmosferë, na sollën një marrëdhënie shumë njerëzore. Ajo që do veçoja unë eleganca e Borës, le të themi kundër në thonjza fuqisë së Bledit. Por të dy ishin kombinuar aq bukur dhe
bashkoheshin zërat, pastaj ndaheshin se cili kishte pjesë e veta. Domethënë çdo detaj ishte i kuruar në maksimum. Për mua Alma vërtet e ka goxha në siklet këtë punë, sepse të dy janë shumë të mirë. Secili në atë gjën e vet, se pastaj kur ti shikojmë veç e veç do krijohet tjetër fizionomi. Po të paktën me këtë që na dhan këtu ishte e mrekullueshme. Zgjedhja është e gjitha e Almës, kë vendos ti të mbash në skuadër, duke i bërë llogarit mirë. A do të shkosh me Bledin apo do të shkosh me Bon? Në radhë parë, du t'i them që më kam bërë jashtëzakonisht krenare, nuk e keni idenë sa më keni gëzuar me këtë interpretim, mbi gjitha treguat kulturë në të kënduar dhe ishit në kulmin e perfeksionit. Faleminderit shumë. E kam thënë, po e them dot. Nuk e di, por mendoj që për 1% do shkoj me stilin, me Borën. Bora! Vazhdon të jetë pjesë të Boris në skuadrën e Almës. Nuk e di, s'kam fjalë. Jam shumë e lumtur që jam Alma. Si driti Aurela Elton. A meriton Bledi të qëndrojë në The Voice apo jo? 10 sekonda për ju. Je lirë të shkosh tek skuadra e Eltonit. Elton drejta të zgjollë ty. Bledi Polena, vazhdon të jetë pjesë të Voice. Bravo Bledi, bravo. Aty ndodhi një magji. Mund të themi, ishte një duet aq i ndjer, tamam ashtu siç e tha dhe Eltoni, diellor. Quhet dhe mua më pëlqeu shumë mënyra se si e kufizoi. U ndjem shumë mirë, nuk e prisnim që të shkonte aq bukur. Për te asaj që menduam edhe bestuam.